për një 2-3 javë se e mi kanë, edhe kur e mi këthejnë Kosovë, po mirët vendime, dhe më thonë që djalin me shtinë operacion këto, atje i kryetën procedurat e tona në Francë që i kemë, edhe veç e dini sen që kur u hi djalin sot operacionit, e di që ata minuta mu ka ndok, nuk e kom këshyr orën, e kom këshyr telefonin çdo minutë, çdo sekond, nuk ka hec as një minutë, nuk ka hec as një sekond. Mu ka do, si nuk e di çka u dal një doktor edhe menova që është doktor, thash, për 10 minuta, adem thash, doktor, çka u bo? Tha jo, tha një anesteziologu, për ka unë tha u kry, tha tash, po presim edhe doktorit, dhe sot e krym çështjen e vet. Moment jam shkoj edhe vetë këmë bo operacione, po fëmija ish edhe disha që është problemet e zemrave, tash ka do të ndodha, a do del gjalla, jo se shoqja e ka shtit në salë mrena, edhe veç shpirti saj, edhe në thonë që sa herë ka shti, djalin sa herë ka shti në salë. Edhe nuk ka marrën, se me pa djalin ose fëmin, në gjendje kur të është me anestezion, dhe më thonë, është mënyrën e të vdekunit, se asë nuk shë asë kur gjasë, nuk i vrit, sa do që na e thërë shumë të rejkë, hajde që me mami, që me babin, po, dhe më thonë, kjo nuk absolutikisht kur gjëheq, edhe në ato foto që i qiti edhe parzit, nëse ka mundësi, jo në ato hospital pasi që e përfundan ja kjo, dhe më thonë, këto i ka 20 minuta për anestezionit, fuqia zotit që ka e këti fëmije, dhe më thonë, momentin që i del anestezioni, Çka ka thonë ti këtu pas? Fjallën e parë që ma ka folë para se me hi, më tha, bab tha pse, tha, unë jam smut për zemrës. Edhe, kur mu i tha unë me dalë, tha me lu, si kur shok të me. Kjo është një fjallë në që njerëzit nuk mujnë me ndje sigur një prind që mi thonë fëmija i vetë atë fjallë, edhe di që këtë kur i ka qelë syt, i kon folë, thash, a je mirë bab, tha po mirë jam, thash që tash bab nuk je smut heq, edhe mu ka këthy me një shikim të kjesh, tha, bab tha, muj tha që tash të në me lu me shok të mi, tash po bab, tash ma s'ki kur gja. Mu kompletu pak në i bote jemi, pak mu kompletu në do farë gjana që i kisha posë shumë do ngarkesë që nuk i kisha ditë. Kur i kom ditë këto, mas i përfundu në këtë këtë gjana, i kuptova krejt që me shëndet edhe me familje që shnosht edhe me fëmijë shnosht nuk ka. Po edhe doktorat këtë kanë thonë që i vetë minsen që këto se ka mundu, është forca. Dhe me thonë që shtojnë fëmija hec me zorë në përkam. Çka ke një mesazh fitim për gjithë ata prindë që sonte e shohin? Po dash para se me thonë kësaj, i kom pas edhe disa gjana prej njerëzve, dhe me thonë prej njerëzve që s'më i miqu njerëz ata, nuk më i miqu njerëz, se për disa klikime ose për diçka jenë gjendje me folë shumë. Pastaj dhe me thonë, tash djali i ka edhe disa probleme, pas operacionit zemrës i ka edhe disa probleme, që nuk i kena bo publike, për arsye që ende diagnoze nuk ja dina prej çkafit i vinë këto. Edhe shoqënia dashamirët, ata njerëz që e njohin familjen tem, njohin mu personal, e njohin Tarikon, na kanë ndihmu, faleminderit shumë për tyne, me aq mundësi sa kanë pas. Edhe tash domethënë pritet që edhe diagnoza e djalit me pas kulmin e vet, domethënë që vum prej kësaj, për arsye që ju ka lajmëruar migrena, edhe gjakderë dhe në ka të në kohën për i hunve, për arsye që përdor aspirinin e përdor, për arsye që ka intervenu në zemër, edhe aspirini kuptohet se ajo është për të hodhin gjakut, po tash ky ka 6 vjet, mi anal, qysh mi anal, mës mi anal, pe ka problemin, e ka dhe një damar të në kry këtë nanën e majtë që nuk është u zhvillu shumë, tash këtu ju kanë lidh krejt, edhe duhet mi asgje diagnozën, për arsye që djalit dhe më thonë, edhe pse është shumë shnosh e mirë, po këto dhe më thonë, e njerëzit pyetjen që ma ka bo, dikush nuk du me
me fol as me emra, as me kur gjë. Unë e kënoj TikTok, edhe kjo është, thotë, kur dal për sallësh është tu kesh, Po. e di që njëri më ka bë tha çysh ta djalin smut, tha e po del po kënon.